Ne po jetojmë në kohën e komenteve online, në kohën e kësaj lirisë gati të shfrenuar të shprehjes, e cila më tepër kryqëzon se sa sjell ndonjë reflektim qartë mbi çështje dhe situata të ndryshme. Kritika është reflektim pozitiv, pavarësisht çysh e marrin njerëzit. Kritika, kur është e drejtë, është konstruktive, ajo zbardh shumë gjëra, ndërkaq gjuha që shfaq urrëtie, ajo etiketon dhe kjo po ndodh shumë shpesh në shoqërinë tonë, por ky është edhe një fenomen global. Po shohim kaq shumë urrëtie, kaq shumë fjalë të cilat nuk do të duheshin kurrë të përdoreshin as në tavolina, as në rrjet. Në rrjet janë më të madhe dhe po dëmtojnë shumë cilësinë e komunikimit, por edhe vetbesimin e njerëzve, të cilët po kanë frikë me u shfaq në rrjet, në televizion, e kudo në jetën publike, për shkak të kryqëzimit të çdo mendimi i cili nuk vjen më në formën e kritikës, por në formën e gjykimit negativ dhe në formën e një farë dogme, një farë etikete që është e keqe, sepse njerëzve ju mbetet ajo edhe pa qenë fare, se ne jemi njerëz që të ndohemi lehtë nga këto etiketat, njëherë ta vënë dhe më kurrë s'ta heqin. Floria mendon që gjuha e urrëties ka shkaktuar shumë depresione tek njerëzit edhe ekziston një ligj i cili duhet të mbrojë limitet e njerëzve në botën virtuale? Faleminderit. Liria e shprehjes është e garantuar spari me Kushtetutën e Republikës së Kosovës edhe është një ndër elementet qendrore të një shoqërie demokratike. Mirë po, si Kushtetuta ashtu edhe Konventa Evropiane për të drejtat e njerëzit, por edhe ligje tjera në Kosovë, lirinë e shprehjes e kufizojnë atëherë kur cenohet dinjiteti i tjetrit dhe atëherë kur me lirinë e shprehjes hym në një fushë tjetër kur shkaktohet urrëtie tek njerëzit, nxitet përçarje dhe këto janë të rregulluara dhe ndalohen, sikur liria jon është me një kufi, edhe ne e kemi atë liri derisa nuk fillojmë me atë cenu të drejtën e personit tjetër, sepse atëherë fillojnë të drejtat e personit tjetër. Yle? Mund të na fol pak më tepër, me qenë se kemi psikologin në studio, dhe për depresione që përshkaktohet sidomos tek adoleshentët nga kjo botë virtuale e cila është mbushur plot helm sot. Fillimisht pa shku te depresioni, më së pari duhet të ndalim te fjala. Pra fjala ka peshë. Gjë që shpesh në jetën e përditshme do thotë e shmangim ose e shohim ose e nënvlerësojmë si diçka të parëndësishme, mirë po në realitet ka peshë shumë të madhe. Madje për shembull Freudi e qunë thotë fjala dikur ishte bashkë me magjin. Thotë ku edhe sot thotë të runë diçka magjike, fjala. Pra që e ka aftësinë me transformu diçka. Kështu që